Përshëndetje dashur miq, jemi sërish në studio me zotin Artan Boçi, sekretar për çështjen e pronave pranë Partisë Shpresa Demokrate. Përshëndetje zoti Artan. Përshëndetje, mirë si u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Zoti Boçi, ju jeni emëruar sekretar për mbrojtjen e pronës në një moment kritik. Si e përshkruani sot gjendjen e pronave në Shqipëri? Situata e pronave në Shqipëri është mjaft dramatike. Shikojmë dosje që rrinë për korridoret dhe bodrumet e gjykatave pafundësisht dhe i ka mbuluar pluri dhe myku dhe qytetarë që sillen në përzyra nga një zyrë në tjetër në për sallat e gjykatave duke kërkuar drejtësi për pronën e tyre, gjë të cilën nuk e kanë gjetur asnjëherë. Pra situata është mjaft e ndërlikuar dhe ne si parti, si Shpresa e Kombit, kemi një qëllim që çështjen e pronave ta zgjidhim një herë e përgjithmonë në Republikën e Shqipërisë. Faleminderit. Ku qëndron problemi kryesor? Ligjet ekzistuese apo zbatimi i tyre? Unë mendoj se problemi janë të dyja, edhe ligjet nuk janë bërë në shërbim të qytetarit, janë të sajuara në mënyrë që të grabitet prona qytetarit dhe të vihen në shërbim të oligarkëve, por edhe zbatimi i tyre le shumë për të dëshiruar, por ne si Parti Shpresa e Kombit kemi një zgjidhje për këtë çështje. Do bëhet ndryshimi total i legjislacionit dhe do futet modeli i Kushtetutës amerikane. Është një model që është i provuar dhe ka qenë mjaft i suksesshëm, siç dihet ndërkombëtarisht. Pra, të gjitha ligjet në lidhje me pronën, edhe ligjet e tjera sigurisht, por kryesisht mua më takon të flas për çështjen e pronave, do bëhen të sistemit amerikan. Dhe qytetari do gjejë drejtësi me njëherë në një kohë sa më të shkurtër për problemet që ka me pronën. Pra, ju do zëvendësoni kushtetutën aktuale me kushtetutën amerikane? Absolutisht, do zëvendësohet kushtetuta aktuale me kushtetutën amerikane dhe në çdo qytet, qytezë, fshat do ketë një gjyqtar që do merret me çështjen e pronës edhe në fshatin më të vogël, do jetë një herë në javë në mënyrë që problemi i qytetarëve të zgjidhet në kohë sa më të shkurtër të jetë e mundur. Faleminderit. Cilat janë hapat e para që propozon Shpresa e Kombit? Hapat e para që propozon Shpresa e Kombit janë: njëherë do shikohet korniza ligjore të bëhet sa më e përshtatshme në mënyrë që çështja e pronave të zgjidhet një herë e mirë, sepse ka pasur zvarritje 35 vjet. Ne dihet që kemi qenë një popull i vogël, popull i vuajtur, që kemi luftuar me gjak dhe me djers për të mbrojtur këtë tokë, për të mbrojtur këto prona, por fatkeqësisht edhe 35 vjet demokraci nuk ju dhan pronën e tyre, sepse sipas mendimit tim, prona nuk është thjesht një pasuri financiare ekonomike, prona është një histori familjare dhe është historia e brezave të shkuar që e kanë trashëguar tek ne dhe ne na takon që këtë ta trashëgojmë tek breza që vinë. Pra, prona është më shumë se sa pasuri, është edhe një pjesës e historisë së familjes. Faleminderit. Shumë qytetarë ndjehen të lodhur dhe pa shpresë. Çfarë u thoni atyre për të cilët kanë humbur shpresat për këto 35 vite? E kuptojmë dhimbjen dhe kalvarin që kanë kaluar qytetarët shqiptarë në lidhje me pronën për 35 vite me radhë, por ju premtoj që Shpresa e Kombit ka ardhur dhe ndryshimi i madh po vjen së shpejti. Çështja e pronave do të zgjidhet një herë për gjithmonë, prona do të shkojë aty ku i takon, tek i Zoti. Cili është mesazhi juaj për qytetarët që sot ndjehen të pafuqishëm? Qytetarët që ndjehen të pafuqishëm, ju bëj thirrje të ruajnë qetësinë dhe të mundohen të gjejnë zgjidhje këtu në Shqipëri, sepse nuk është zgjidhja vetëm emigracioni, duke braktisur shtëpitë tona, duke braktisur pronat tona, por ne si
parti Shpresa Demokrate jemi përkrah qytetarit, e kemi dëgjuar zërin e qytetarit, i kemi parë vojtjet e qytetarit dhe do t'jemi një zë shumë i fuqishëm që të realizohet ëndra e çdo shqiptari që të jetë zot në pronën e tij. Prona është e shenjtë dhe nuk do ketë guxim njeri të prek pronën e tjetrit. Zoti Boçi, po për ata të ashtu quajturit grabicit e pronave, çfarë mesazhi keni? Mesazhi im për grabicit e pronave është i prerë. Koha e pandëshkueshmërisë ka mbaruar. Çdo gjë do kaloj në lupën e drejtësisë. Të gjitha pronat që janë përfituar padrejtësisht do të konfiskohen dhe do t'i kthehen pronarëve dhe popullit shqiptar. Ndërsa ata që kanë falsifikuar, kanë futur duart qoftë në pronat shtetërore, qoftë në pronat private, do përballen me forcën e ligjit. Doja të kaloja pak për pasuritë e konfiskuara nga korrupsioni dhe krimi organizuar. Si do veprohet me to? Pasuritë e konfiskuara nga krimi organizuar dhe korrupsioni do të ngrihet një skuadër me ekspert dhe do të bëhet një auditim i hollësishëm dhe inventarizim i të gjitha pasurive të konfiskuara nga krimi organizuar dhe korrupsioni. Dhe këto pasuri do t'ju shpërdahen shqiptarëve në mënyrën më transparente dhe më të drejtë të mundshme. Jemi duke punuar për krijimin e një formule që pasuria të ndahet në mënyrën më të barabartë të mundshme për çdo shtetas shqiptar. Këto pasuri do të përdoren për kompensimin e pronarëve që kanë humbur pronën, që është ndërtuar mbi pronën e tyre dhe nuk mund t'ju kthehet prona fizikisht. Këto pasuri do përdoren për konfiskimin. Pjesa tjetër do shpërndahet për banim për familjet në nevojë, por ju garantoj që çdo shqiptar do marrë pjesën që i takon në mënyrën më transparente të mundshme. Për të mbyllur në fakt, doja të dija mendimin tuaj se si e shihni Shqipërinë pas këtij transformimi. Çfarë propozoni ju dhe si shihni? Unë shikoj Shqipërinë si një vend të sigurt ku secili do të gëzojë pronën e vet, të zhvillojë pronën e vet lirisht dhe të jetojmë të lumtur, të bashkuar dhe të punojmë për një Shqipëri sa më të fortë dhe sa më të zhvilluar ekonomikisht, sepse çdo gjë, çdo pjesë e ekonomisë zhvillohet mbi pronën dhe nëse problemi i pronave është i pasgjidhur, edhe ekonomia do qaloj. Pra, Shqipëria do bëhet ashtu siç e kemi ëndrruar dhe do të jetojmë të bashkuar, të lumtur përgjithmonë. Të nderuar shqiptar, desha të shtoj edhe diçka tjetër. Partia Shpresa e Kombit është në shërbimin tuaj për të ndikuar dhe ndihmuar në zgjidhjen e çdo çështje që keni në lidhje me pronat. Dhe unë si sekretar për çështjen e pronave jam në shërbimin tuaj. Mund të kontaktoni në numrin më poshtë dhe sekretaria do mbajë të gjithë telefonatat dhe do të ndikoj në takimet që mund të kemi për zgjidhjen e çështjeve tuaja. Ju faleminderit. Faleminderit shumë, zoti Boçi. Faleminderit dhe ju shikues të dashur. Shihemi sërish nesër, natën e mirë.